Përshëndetje, miqtemi. Ishte vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2023. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Depërtoni brenda personit tuaj të zemrës. Çfarë mendon ky person për ju? Pra, do depërtojmë thellë tek personi juaj zemrës. Çfarë ka në zemrën e tij? Çfarë mendon ai person për ju? Ti për këtë person je femra e tij ekuilibri, femra e tij që i sjell gjithmonë paqe dhe qetësi. Ky person në zemrën e tij ka një dashuri dhe një pasion të djathtë për ty. Ai vjen drejt teje duke shprehur atë dashuri të madhe me fjalë të ngrohta. Ti për të je princesa e monedës. Je një femër ideale, e mrekullueshme, që ti të gjitha, je guri i tij i çmuar. Ky është një person biznesmen, një person i fuqishëm që është në pritje të asaj fjalës tënde, pra fjalës tënde të ngrohtë. Është në pritje të realizimit të ëndrave që ju keni në jetën tuaj për të bërë. Është pak egoist, por është një ego pozitive që ka brenda vetes. Të sjell të shpejt lajme, mesazhe, lumturie në qiell të pastër. Këto mesazhe lumturie në qiell të pastër janë për realizimin e ëndrës së tij. Pra ai në shpirtin, në zemrën e tij ka shumë mendime pozitive. Katra e shkopive tregon që bashkë ju të dy, bashkë me ty, si person, do të ketë një qetësi, një harmoni, një paqe, një lumturi në këtë shtëpi të bardhë të paqes. Pra është një person që ju do me shpirt, me zemër dhe do të ndërtojë jetën me ju, një jetë të bukur, një jetë të mrekullueshme. Me kë rezonon kjo energji? Me Vigjëreshën, me Luanin, me Dashin, me Peshqit, me Akrepin, me Denin, Ujorin dhe me Brisjatin. Kurse me Shenjat, me Gërmat, mund të rezonoj me gërmën Q, me gërmën P, gërmën Z, me gërmën M, Gj, N, S, J, S, Sh dhe gërmën B. Faleminderit shumë, miq.